Për fëmijët që janë rritur me sfidave, shpesh të paragjykuar e të përjashtuar, ashtu si fëmijët e komuniteteve. Concordia Kosova është organizatë jo qeveritare ndërkombëtare dhe e pavarur, e cila është përkushtuar për t'i mbështetur ata drejt një jete më të pavarur dhe të përgjithshme. Këto hapësira ata i shfrytëzojnë për qëndrim ditor dhe jo vetëm. Offering daily services and Ne ofrojmë shërbime ditore, duke përfshirë edukimin, mbështetjen edukative dhe sociale. Në kategorinë e shërbimeve sociale, ofrojmë gjithashtu shërbime psikologjike në forma të ndryshme, si individuale dhe grupore. Po ashtu ofrojmë edhe shërbime mjekësore. Puna jonë përfshin zgjedhjen e problemeve familjare, sfidave në shkollë dhe në vendin e punës. Prandaj ne nuk punojmë vetëm me fëmijët, por edhe me familjet e tyre. Ne jemi të licencuar nga Ministria e Arsimit, si qendër edukative që nga fillimi i vitit 2023. Kjo nënkupton se cilësia e shërbimeve tona është e lartë për të gjithë fëmijët që ndjekin programet tona. Gjatë vitit shkollor, ne kujdesemi për të paktën 150 nxënës në ditë, të organizuar në 2 ndërrime. Shpesh, ata nuk përballen me probleme të mëdha do thoja, por me mungesën e disa gjërave që fëmijët e tjerë kanë në shkollë, si rrobat ose telefonat, gjë që i bën të ndihen në garë me bashkëmoshatarët e tyre. Prandaj ne po përpiqemi tu ofrojmë rroba, këpucë, pajisje shkollore dhe çdo gjë tjetër që u nevojitet, në mënyrë që të jenë të përgatitur për shkollë dhe të ndihen mirë mes shokëve të tyre. Për këta fëmijë, ky vend është një shtëpi e dytë. Këtu ndihen të sigurt, të mbështetur dhe të vlerësuar. Pavarësisht sfidave, ata po gjejnë forcën për të ndjekur ëndrat e tyre, duke mësuar e besuar në vete. Unë i preferoj të gjitha, përveç muzikës, që e du mas shumë ti, jam në flaut, edhe unë pëlqejnë shumë gjana këto, si për shembull ushqimi, muzika, detyra që i bojmë, e kemi edhe një kartë të muzikës, që bojmë muzika, koncertet, aktivitetet, edhe kështu me radhë. Këto më ndihmon shumë për flaut. Kam qef më bë muzikante e flautës. Unë pëlqen shumë flauta, e du, edhe kjo shkolla është të bo shumë, është të bo jo veç për mu, po për krejt, veçanarisht. Pjesa që më pëlqen më shumë të qenë këtu, është se unë më ndihmoj për detyra dhe që jam në gitarë që i mësoj, si për shembull kur dalim në aktivitete shumë të tjera. Mu më pëlqen shumë gitara, se kam qenë më ka muzikant i gitarës dhe këtu më ndihmojnë për detyra shumë. Mu pëlqen këtë seret, mas shumë që më pëlqen me him piano, edhe muzikore më po. Kisha thonë, më keni ndihmuar mua, faleminderit për juve. Kjo organizohet çdo ditë e më tepër po bëhet një dritë që ndriçon rrugën e jetës për fëmijët në Kosovë dhe atyre të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian.